Edhe njëherë, ne kemi paraqitur para shqiptarve programin më të bukur, programin më të mirë, programin e një Shqipërie vërtet madhështore. Shqiptarët duhet ta dinë ku e nisim ne këtë. Ku e nisim ne ndërtimin e Shqipërisë madhështore? Ndërtimin e Shqipërisë madhështore e nisim tek dhimbjet e tyre, tek vuajtja e tyre, që vjen nga mospasja, që vjen nga varfëria ekstreme, me zotimin solem se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Po, zotëri, po s'ka gjë më, s'ka detyrim më madhor për njeriu që ka shpirt dhe zemër, se sa taksat që merr prej qytetarëve t'ja u kthej atyre direkt në mirësi, t'ja u kthej atyre direkt në mirëqenie, t'ja u kthej atyre, t'i çliroj ata nga vuajtja e blerjes ushqimeve, ilaçeve e tjerë me radhë. Vetëm kaq, jo, edhe më shumë. Kjo stres në nevojë, këto që japim nuk i ka të mjaftueshme. Dhe ne kemi vetdijen për këtë. Ka dalë jashtë zonës së varfërisë ekstreme, por nuk i ka të mjaftueshme. Atëherë, karta e konsumatorit. Secili prej tyre do të marrë mbrapsht të vëshën që paguhen për ushqime, e cila është llogaritur nga specialistët 450 euro me kartën e konsumatorit. Po. Ilaçet do t'jenë krejt tjera. Nuk do mund të shiten ilaçe të cilat kanë çerek apo gjysmë efekti, siç ndodh tani. Qeveria do kompensoj. Rreth e çmimit tyre ju garantoj se do kompensohet çdo rritje, po ilaçet do jenë cilësore ama. Nuk do jenë një mashtrim i përditshëm për të smurt. Nuk mund të mungojnë kur. Se prap thash, jemi tek dhimbja. Jemi tek dhimbja, aty e nisim ne. Po si mundet një shoqëri? Si mundet një komb me një buxhet 7-8 miliard të lërë një grup njerëzish pa ilaçe, se ilaçet e tyre kushtojnë. Ajo është një, atë bën një qeveri e pa shpirt, por një komb i qytetëror nuk e bën kurrë. Kurrë. Edhe unë i garantoj. Pse nuk kishte përpara, më fani? Pse nuk ekzistonte kjo situatë përpara? Edhe atër kushtonin. Ka ilaçe që kushtojnë shumë, por nuk mungonin në mënyrë absolute. Sepse këta i përzun të gjitha kompanit nga Tirana. I pushtuan vetë. Për t'ja u thjeshtuar. Në qoftë se në rrugët e mëdha të Shqipërisë i ndërtuar me kompanit më të mëdha të botës, këta i ndërtojnë me salillarin, me këtë, me atë, me radhë, dhe shemben, bëhen, kushtojnë, ribëhen, e tjerë me radhë. Kështu është dhe puna ilaçeve. Ilaçet i dominon Vilmanushi dhe shqiptarët marrin ilaçe krejtësisht jashtë çdo kontrolli. Merr fund. Nafta. Jo, mo nuk mund ta paguaj shqiptari. Shqiptari do lviz. Se tani vjemi para problemit. Të kenë apo të mos kenë makina. Të kenë sa më shumë makina. Dhe naftën do jetë, pa absolutisht, më thotë. Dhe nafta do t'jetë as 100 me shtresë sa në Kosovë që e merr nga Durrësi dhe shet 40% me lirë.
Energjia elektrike. Jo, do ullet. Do jetë 7 lek. Kaq. E ka me në të gjitha për llogaritjet. Mund t'jetë dhe më lirë. Por unë po them 7 lek. Për biznesin, do jetë 6 lek. Do jetë 3 herë më lirë. Pronar të përdjekurit, brenda mandatit parë do të marrin çdo dëmshpërblim, çdo rikthim, çdo kompensim që u takon. Pra ne shkojmë vërtet koalicioni më i gjerë në histori, pa ma shkojmë me programin më të mirë që ka njohur Shqipëria në njëherë në ekzistencën e saj.